Kryetari i Komisionit të Sigurisë Spartak Braho nga sot do të përballet në gjykatën e lartë me një akuzë për shpifje. Lëshimi i këtij raporti mjekësor është një tjetër fakt rrëngjethës, falsifikimi dhe sajese, të cilin prokuroria ka detyrim ligjor të shkojë deri në fund duke zbërthyer këtë proces manipulimi që finalizohet përsëri me këtë raport mjekësor. Deputeti Doshi, ashtu siç e kishte paralajmëruar, është kthyer nga i akuzuar në akuzues, duke hedhur në gjyq deputetin Braho për shpifje. Rreth orës 13 të së mërkurës, gjykata e lartë, pasi ka bërë regjistrimin e kërkesë padis, ka hedhur shortin, ku ka caktuar dhe trupën gjyqësore që do të marrë në shqyrtim këtë çështje. Kërkesa është dorëzuar nga avokatët mbrojtës të deputetit Doshi pas deklaratës së kreut të Komisionit të Sigurisë Braho, i cili deklaroi se raporti mjekësor i paraqitur në Këshillin e Mandateve ishte i falsifikuar. Doshi ishte thirrur në seancën e parë të Këshillit të Mandateve për të qenë i pranishëm në diskutimin e kërkesës së prokurorisë, e cila kërkonte autorizimin për arrestimin e tij, por nuk është paraqitur. Tom Doshi është aktualisht në masën e arrestit shtëpiak. Vendimi i Kolegjit Penal në gjykatën e lartë ende nuk është zbardhur i arsyetuar. Avokatët konfirmojnë se ky vendim do t'i dërgohet për ndryshim gjykatës kushtetuese. Hetimet për Doshin janë në fazën më kulmore. Prokuroria është në pritje të përgjigjës së një akti ekspertimi të sendeve personale të deputetit të sekuestruara ditën e arrestimit të tij. Mësohet se prova më e fortë është ekzistenca e një videoje, ku Doshi shfaqet duke kërcënuar me armë në kokë Durim Bamin, i cili ishte personi i paguar për ta ekzekutuar atë.